Si u ndjet që u përzjodhet si restoranti që pritet vajzën e presidentit Trump së bashku me kryeministrin Raman Dark? Ishte një kënaqësi e veçantë që do të vi e pare botës, domethënë. Dhe u përkushtuan, domethënë, që të krijonim një atmosferë shumë të mirë, që nga mikpritja, nga shërbimi dhe nga pjesa e ushqimit pasaj. Çfarë zgjodhi Ivanka Trump? Shumë thjesht. 3 gjëra, një sallatë jeshile, një pastë të zier edhe një fileto në furrë. Kaq. Si ishte Ivanka Trump në momentin kur erdhi gjatë qëllimit? Shumë e thjeshtë. Më e thjeshtë nga ç'a Bojo duke mund ta qenë parashikoje. për vajzën e presidentit të Amerikës, Donald, dhe normalisht edhe stafi mund të jetë në siklet, juve si mund të jetë, kishte një ajo të krijonte vetë një atmosferë që të mos ndjeshje fare në siklet. Ishte shumë e thjeshtë. Sa zgjati takimi Rama, Ivanka, Darka, mes të kishte edhe arkitekt? Një orë e gjysmë. Ishin rreth 40-50 arkitekt, 60 arkitekt, po ishin. Menuja ishte në dorën tuaj apo u zgjodh nga vetë ata? Me fjalë të Menuja atyre na u tha 2 llafe dhe e zgjodhëm e bëm vetë. Çfarë kishte menuja? Nëse mund ta. Po ju tham, sallat jeshile, një pastë të zier, pak ri zier në ujë dhe një fileto. Peshku, kaq. Thjesht. Çfarë impresioni ose patën një komunikim ju me Ivankën, çfarë U kënaq shumë, na thonë. U kënaq shumë me ushqimin dhe me vendin. Na falenderoj. Është e parë po që vinë personalitetet të tilla te restoranti juaj? Po kanë ardhur të tjerë, po kjo është në dhe kështu do i presim gjithë tjerët, të gjithë. Edhe nga vendi dhe nga jashtë. Faleminderit.